Një e moshuar në Tiranë ka denoncuar humbjen e nuses së djalit të saj duke e kërkuar ndihmën e policisë. Mësohet se vajza që ka humbur është 17 vjeçe, ndërsa policia e Tiranës ka nisur kërkimet. Kallëzoi shtetësja HL, 65 vjeçe, se ishte larguar nga banesa bashkëshortja 17 vjeçe e djalit të saj. Punohet për gjetjen e kësaj shtetësje, raporton policia. Detajet janë ende të paqarta, ndërsa raportohet se vajza 17 vjeçare është larguar 2 ditë më parë nga shtëpia. Policia e Tiranës, po nëpërmjet specialistëve për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë nr. 6 në Kombinat, referuan materialet në prokurori për hetim në gjendje të lirë, edhe për një rast dhune ndaj të dyshuarës, NT, 57 vjeçe, pasi dyshohet se për motive pronësie është konfliktuar fizikisht me 2 gra të tjera. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.